trajnimit që ka qendra ABA me bashkinë Roskovec. Qendra ABA organizon këtë trajnim sot, i fokusuar kryesisht në kohën e vjedhjes së ullit. Jemi, mund të themi, në një farë revolucioni teknologjik, pasi gjithmonë ka qenë një opinion për një vjedhje të vonë të ullirit, por nga trajnimet e shpeshta që kemi patur, tashmë fermerët janë të bindur që koha më e përshtatshme e vjedhjes është atëherë kur kemi rreth apo pak më shumë se 50% të frutit të Nëse do vonohemi, absolutisht që pse do kemi infeksione masive nga miza ullirit. Çdo ulli e ka të 50% apo sipas varitit. Për 10 vite kemi bërë pikërisht për të parë kohën e përshtatshme, korrelacionin si thua ndërmjet vjedhjes dhe cilësisë së vajit për sa që do kemi. Më shumë na ndiqni te qendra abaonline.al për shumë këshillime të tjera lidhur me kultivarin e ullit. Kishim një sjot, po truçi i femine i zonës tonë, edhe tec. 4 ulli.